Marvin Çuni është bërë protagonist në Seri B në fitoren e skuadrës së tij Barit përballë Modenës, duke shënuar një prej golave të sfidës. Sulmuesi shqiptar shënoi të tretin në minutën e 80 përpara se miqt të realizonin golin e nderit përmes Ambrosinos në minutat e fundit. Fal këtij goli, Çuni është vlerësuar me notën 6.6 nga SofaScore, duke treguar edhe një herë potencialin në ligën e dytë italiane, ku po qëndron me formulën e huazimit nga Rubin Kazan, që ka dhe kartonin e lojtarit.